në nëntor të vitit kalum, dhe pastaj saksisht në programin tonë zgjedhor të dhjetorit vitit kalum, kemi thonë këto janë 5 vendimet tona të para në qeverinë e re. Numër 5 ka qenë pako për përballje me inflacionin 2.0. Shprehimisht kemi shkru 4 kategori që përfitojnë dhe kemi pas edhe një subvencionimi për faturat e energjisë elektrike. Ka qenë shkru me 5 dhjetorit e paralajmërume. Kemi thonë ndër 5 vendimet e para është kjo. Tjetra, kemi tentu me kry këtë punë në kuvend, me rishikim të buzhetit, se i shbëm njërën ma efektive të mundshme. Nuk e kanë votu shmangje nga procedura bloku opozitar, sepse patëm nevoj për 2/3 votave, për me shmang ishin seancat e fundit. S'kishin mundësi, sepse i shkeshin në zgjedhje. Në seancat e fundit të kuvendit, do më thënë shumë më lartë zgjedhjeve. Ju keni lyp opozita me autorizatën juve. Bloku opozitar e patën mundësin me krye edhe më lartë zgjedhjeve, edhe me ndihmu pak, edhe ata me tregu që mërziten për qytetarët. Dhe në fund, kur na u detyru me bëni zgjidhje, edhe kjo zgjidhje është ma e vogël se ajo që kemi paralajmëruar. Ky fond, me këto është ma vogël kjo, sepse nuk kemi mujt me bëri shikimin, sepse nuk e kanë votu partitë e blokut opozitar, fatkeqësisht. Dhe tjetra, te skema për aviokompanit. Kjo është e hapur për të gjitha agjensitë që operojnë. Kjo është e para. E dyta, ti e tha shumë mirë. Ti kështë të bobile një 10 milion me kry punë. Po pra dhe? Po nuk u menu asë njerë që ashtu bre. Ky fond ka mu shpenzu në korrik edhe në ngusht, sepse fluksi e din të shumë mirë është në qatë kohë. Edhe është skem tipike që shkanë reagu shumisa e qeverive në Evropë për krizën aktuale për shkak të luftës atje në Iran. Për qeveri tjera për fakt ka reagu dhe për qytetarë që tojnë këtu, për benzinën e tyre s'keni reagu. Se cilin u thonë që mos me ra numri i fluturimeve, sepse ti e din shumë mirë që me bo me ra numri i fluturimeve gjatë verës, me arë ma pak diaspor, këtu, a din s'ka ishte dash me bo mandej? Që po të kalëzë që ka ishte dash me bo mandej? Mandej ishte dash një 100 miliona me subvencionu biznesin Kosovë nga dami që i bëhet nga mos ardhja shumë argentarëve këtu. O është politik shumë e qartë për me adresu një krizë të këti momenti. E tash me lidhë shdo sen me zedhe, përbes nuk është korrekt. Për qytetarë të nuk është subvencionu nata. Kjo s'kem s'ka me mërjas me implementu para zedheve që unë bëtë kazohet teknikit dhe sa bona të skemat e aplikimit, verifikimet e të tjera, a fluksi është në korrekt edhe në ngusht. Ka që tjeshtë. 270.